Nuk është një ndeshje kategori superiore apo e kategorisë së parë, por një finale e kampionatit amator të futbollit në qytetin e Korçës, e cila ka tërhequr vëmendje dhe interes të madh nga sportdarësit. Prej disa vitesh në juglindje të vendit organizohet kampionati amatorit të futbollit, ku mbi 200 të rinj aktivizohen çdo sezon përmes këtij kampionati. Të rinjt jo vetëm luajnë futboll, por dhe krijojnë miqësi, komunikim dhe mbi të gjitha zbulohen talente me potencial për futbollin profesionist shqiptar. Korçarët gjithmonë kanë treguar që ku ka aktivitete sportive janë të pranishëm. Edhe sot në këtë ndeshje finale të kampionatit amator të zonës së Korçës, po shikojmë që ka vërtet interes të lartë për sa i përket ndeshjes. Dhe është për të vlerësuar e gjithë kjo punë që bëjnë edhe këta djemë, të cilët shumica prej tyre kanë luajtur futboll, por duke u rikthyer përsëri te futbolli i luajtur në këto ndeshje amatore. Në dijenin time kanë qenë diku te 10 ekipe, mos gaboj, që nuk janë pak për një qytet si Korça, edhe sot përkurorëzohet me këtë finale që po zhvillohet në stadiumin e qytetit Korçës, Skënderbeu, që edhe kjo i jep një tjetër atmosferë ndeshjes. Edhe me sa pam në pjesën e parë është një ndeshje vërtet me ritëm dhe me nivel. Po 10 ekipe janë minimumi 200 të rinj që duke e marrë me 20 lojtar minimumi. Janë 200 të rinj të cilët aktivizohen, flasin, diskutojnë, marrin pjesë, luajnë. Kjo prodhobi shumë emocion. Ishim të motivuar që nga ndeshja e parë. Edhe kishim vënë synin vetes që do të arrinim kupën e 5. E fituam dhe e merituam. Ka interes të lartë, kishte shumë ekipe dhe ishin të gjithë pothuajse konkurrentë. Megjithatë ne ja dolëm. I bën shumë mirë edhe futbollit korçar edhe shqiptar. Në vitin e 5 të këtij kampionati amator, fitues u shpall FC Helzag, i cili triumfoi në finale me rezultatin 3-1 ndaj Bullgarecit.